akuzon se në Bruksel, gjatë qëndrimit tuaj, ju I keni dorëzuar një letër eurodeputetëve të Parlamentit Evropian ku I kërkoni të bllokojnë negociatat për antarësimin e Shqipërisë. A është e vërtet kjo? Do më falish, po në rast se ke lexuar rezolutën e 82 partive politike të Partisë Popullore Europiane që udhëheq dhe Parlamentin Evropian. Ajo rezolut thot se Bashkimi Evropian duhet të kushtëzojë progresin e Shqipërisë me respektimin e të drejtave themelore të shqiptarëve, me zhvillimin e zgjedhjeve të drejta, me drejtësinë e pavarur, se harrova t'u lexoj këtu. Raporti dënon kontrollin e vazhdueshëm politik mbi drejtësinë. Kapjen e saj, në raport kjo, ndërhyrja politike e vazhdueshme në sistemin e drejtësisë. Cili është qëndrimi ynë? Dhe e kemi bërë qartë këtu para jush. E thot raporti, do më falish. Çfarë thot raporti? Edhe bërë mirë që më pyete, se këta janë mashtrues si këta. Mirëpret angazhimin e palkundur të Shqipërisë për integrimin e Bashkimit Evropian, duke reflektuar konsensusin ndërmjet të gjitha partive politike, qeveritare dhe opozitës, dhe mbështetjen e madhe ndërmjet qytetarëve. Këta përpiqen që standardet që dhunojnë, lidhjet me krimin, vjedhjet e mëdha që u bën shqiptarëve, të fajsojnë opozitën, sepse nuk I përtyp dot Bashkimi Evropian. Pra, qëndrimi është ky, një herë dhe 1000 herë. Shqipëria, ne mbështesim integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por Shqipëria, përveç kriterit gjeostrategjik, I cili është një kriter I rëndësishëm, nuk përmbush asnjë kriter tjetër në rrugën e integrimit. Siç e shihni, është një propagandë vulgare e atyre që janë shkaku kryesor I kësaj situate, sepse fryhen çdo ditë me paratë e krimit dhe paratë që marrin nga qeveritarët. Kam një pyetje